Policia ka sekuestruar 2500 fidan të dyshuar narkotik kanabisativa të mbjellë në kubik, si dhe një furgon. Ndërkohë janë vënë në pranga dy shtetasi që transportuan kubikët nga fshati Hajmel në Vaun e Dejes, me një furgon që u ndoq gjatë lëvizjes nga shërbimet e policisë. Si rezultati i patrullimeve të punës informative dhe asaj operacionale për evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja konstatuan në afërsitë të fshatit Hajmel një automjet furgon me ngarkesë të dyshimit. Automjeti u ndoq deri në Vaun e Dejes ku ndalua për kontrolle. Nga kontrollet u gjetën në të disa kuti kartoni me kubik me 2500 fidan të dyshuar narkotik kanabisativa. Në përfundim të veprimeve procedurale për rastin të kryera në kuadër të operacionit të koduar kutit, u arrestuan në flagrancë shtetasi që transportuan me furgon kubikët me qëllim kultivimin SL 23 vjeç banues në Shkodër dhe NP 29 vjeç banues në fshatin Mali i Ushit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.